Shtrenjtohen karburantet në vend. Në mbledhjen e radhës, Bordi i Transparencës vendosi që çmimi i shitjes me pakicë naftës do të jetë jo më shumë se 224 lekë litri, nga 218 që ishte. Ndërkohë që ka hyrë në zbatim akti normativ i cili ul nivelin e akcizës me 20%, në momentin që çmimi i naftës të kalon nivelin 220 lekë. Nga ulja e akcizës bashkë me TVSH-n, kjo përkthehet në një ulje me 9.5 lekë litri në çmimin fundor të naftës. Nëse nuk do të ishte ulur akciza, çmimi me pakicë naftës do të ishte 233 lekë, ose 9 lekë më shumë se sa u vendos çmimi i pakicës këtë të premte. Por pavarësisht kësaj, Bordi i Transparencës ka vendosur që të lërë të pandryshuar çmimin e benzinës, e cila do të shitet për qytetarët jo më shumë se 181 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm dhe mosbatimit të këtij vendimi, parashikohen një sër penalitetesh e deri në pezullim të aktivitetit për operatorët. Ky vendim vjen në një moment që nafta në tregjet ndërkombëtare ka arritur në rreth $111 për fuqi, pas deklaratave të Trump për intensifikim të sulmeve ndaj Iranit.